Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Me emrin e Allahut të gjithëmshirshëm, mëshiruesit, falënderojmë Allahun, mirësitë, bekimet e tij qofshin profetit sallallahu alaihi wasallam. Babun fi al-wuqufi wa qawlihi ta'ala thumma afidu min haythu afadha an-nas. Qëndrimi në Arafat dhe koment mbi fjalën e Zotit e pastaj lëvizni me njerëzit, derdhuni siç derdhen njerëzit, pra me kuptimin mbas qëndrimit në Arafat zbrisni në Muzdelife. Nëna e besimtarëve Aisha radhiyallahu ta'ala anha tregon se njerëzit në kohën e xahiliyetit para islamike bonën tawaf të zhveshur rreth Ka'bës, përveç el-Hums. El-Hums i kanë baston kurejshitëve shërbëtor të Ka'bës. Dhe el-Hums thot ishin kurejshitët dhe bitë e tyre. Ata thot kurejshitët mund të jepnin rrobat e tyre njerëzve. Ose gratë e tyre mund të jepnin gratë e tyre, ose burrat e tyre mund të jepnin burrat e tjerë. Këtë donin këta të përjashtonin nga tawafi i zhveshur. Ta ishin shefat në gjendë, shefat bëshin si dojshin, bëshin rregullat vetë. Pastaj thot njerëzit shkojshin në Arafat, kur boi haxhi, njerëzit shkojshin në Arafat. Kurse këta shefat, këta shkojshin deri në Muzdelife. Se Arafati nuk është tokë e shenjtë. Dhe ne këta thoshin, ne jemi shërbëtorët e Ka'bës, nuk jemi si njerëzit e tjerë. Dalim deri në Muzdelife dhe kur kthehej njerëzit nga Arafati, bashkangjidhemi njerëzve dhe kthehemi për gjujt gurët. Nëna e besimtarëve thotë, dhe ajetet e mëposhtme thumma afidu min haythu afadha an-nas kanë zbrit pikërisht për këtë gjë. Pra urdhërohen që të rinë si njerëzit dhe pastaj të lëvizin njësoj me njerëzit. Pra urdhërohen kurejshitët që të shkojnë si njerëzit në Arafat dhe pastaj të zbresin nga Arafati si gjithë njerëzit e tjerë. Xhubeir ibn Mutaim, njëri prej zotnive të asaj kohë që kanë pranuar Islamin, më thotë më humbi deveja, po ky nuk ishte fort i detajuar çka ka ndodhur, çka ka zbrit. Dhe shkova thot ta kërkoj në për shkret tjerë derisa arritën në Arafat. Kur arritën në Arafat, thot e pash pejgamberin sallallahu alaihi wasallam që po rritej atje në një vend Arafatit, në afër Kodrës. Thash me veten time, vallahi për të çudit, po ky pse i ka këtu sot ndërkohë që është nga el-Hums, pra nga ato kurejshitët nga gjaku i zgjedhur. Pra ky akoma nuk i kishte shkruar informacionin që duhet me pas të gjithë njerëzit dhe nuk ka të Zoti racë të zgjedhur ose fisë të zgjedhur nga fisët e tjera. Në rëndësishme qëndrimi në Arafat është prej shtyllave të haxhit, madje pejgamberi sa ka thënë el-haxhu Arafa. Haxhi është Arafat ose qëndrimi në Arafat është i tërë haxhi. Se shtemin nuk ka namaz pa el-Fatihan, kështu është edhe Arafati për haxhin. Pra nëse njeriu i bën gjithë punët e haxhit, po strin në Arafat, nuk blen haxhi i tij. Aq rëndësishëm është Arafati dhe shumë interesant se Arafati nuk është tokë e shenjtë. Pra deri në Muzdelife quhet tokë e shenjtë, sa kalon Muzdelife, s'është më tokë e shenjtë. Në Arafati një ditë në jetë ka i rëndësi që se ka as i vend se faqen e tokës. Wallahu yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Allah është i cili ka krijuar çfarë të dojë ai dhe ka përzgjedh çfarë të dojë ai. E ka përzgjedh Arafatin, puna e Zotit. Arafati thuhet që është vendi ku, sipas transmetimit të Ibn Abbasit, ku Zoti është njohur me njerëzit. Takimi i parë mes Allahut dhe shpirtrave ka ndodhur mbi pllajën e Arafatit, thot Abdullah ibn Abbasi radhiyallahu ta'ala anhu. Për këtë arsye quhet Arafat, prezantim, njohje.
pra për herë parë që e kanë njohur Zotin njerëzit, është Arafati. Thuhet që gjithashtu pra se Ademi dhe Hava janë bashku për herë parë në Arafat. Pra janë riprezentuar dhe janë rinjohur në Arafat. Thuhet gjithashtu se vjen nga kuptimi i njohjes së njeriut për mëshirën e vërtetë Allahut. Pra aty në Arafat njeriu kupton se ç'është mëshira e Allahut. Çdo që të ketë bëjë njeriu një jetë të tërë, Zoti i thotë ikni se ju kanë fal gjitha gjunat. Dhe aty njeriu një dobësim e vetes tij. Në kupton se sa i dobët është përpara mirësisë dhe mëshirës së Allahut. Xhelalu, që Arafati është pjesë e rëndësishme. Në Arafat është qëndrim nga mesdita deri në perëndim të diellit, por kush nuk i ka mundësitë sado që të rri në Arafat qoftë edhe i 5 minutësh në çdo pjesë të 24 orëshit të ditës së Arafatit i quhet Arafat. Për shembull, erdhi dikush në 12 natës, në jeti 5 minuta dhe iku, i quhet e ka zënë Arafatin. Erdhi dikush 5 minuta para se në sabahu, u fut në Arafat, qëndroi 5 minutë, ndoli, sa hyni sabahu iku, i quhet Arafatin. Me të smurët për shembull, i morin me ambulanca, kalon ambulanca në për Arafat edhe del jashtë. Dhe që kanë nga bota për shembull që janë të smurë, që mos të prishet haxhi apo që mos dalin pa haxh, i sjellin me ambulancën në Arafat, kalojnë në ambulancë atë ikin, një quhet Arafat. Pra ka një lloj dallimi mes njerëzve të shëndetshëm dhe njerëzve të cilët janë me hallë, me siklete apo të cilët janë bonuar etj. Pra ka një lloj hapësire që mos me dalin njerëzit pa haxh. Çdo njeri thotë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam që ka qëndruar me qëndrimet tona, thumë të Arafat, pastaj erdhi në Arafat, fi eji saati min al-lejli aw an-nahar, në çdo kohë të ditës apo natës. Kështu që ka një lloj tolerance për njerëzit e pamundur, për njerëzit nevojë që ju quhet haxhi, dhe ta marrin shpërblimin e haxhit. Ndërsa njerëzit e zakonshëm shkojnë drejt dhe dalin mbas akşamit, pastaj mas akşamit shkojnë në Muzdelife, qëndrojnë deri në mëngjes. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.